janë censor, për shembull, për sa kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë nuk ka asnjë vepër shkencore. Për çka duhet të jetë ai atje? Ai nuk meriton të jetë as antar i thjesht i Akademisë Shkencave, bile do të thoja as pastrues në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për shkak edhe të biografisë të tij shumë të errët, por ai ndodhet aty pikërisht për të kontrolluar që kryecensor. Po, kryecensori siç ka qenë Alex Buda, i cili sa ishte gjallë 21 vjet kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë nuk qullosi asnjë libër sepse nuk i dilte koha, sepse punonte shumë me censurën, ishte kryecensor. Njëkohësisht edhe Skënder Gjinushi është kryecensor. Ne shikojmë që Aleksi ku kish mbaruar shkollat në Austri? Në Austri, por me thënë të vërtetën. Si ka mundësi që këta që erdhën nga shkolla austriake, e cila ka luftuar shumë për çështjen shqiptare dhe për të nxjerrë në dritë të vërtetat e racës tonë, ilire, arbërore, këta si ka mundësi që u krijuan një shkollë me një profil pro-serb? Atëherë mund ta themi. Putin gjithë konsiderojnë si korifenja të paprekshëm. Marksi i gjuhësisë, kupton, të paprekshëm. Ti mund të sjellësh prova sa duash, jo, thotë, ka thënë ky këtë deduksion, që ne rrjedhim nga... Shiko, fillimisht, austriakët i njohën mirë shqiptarët. Se kanë pasur ndikim slavët në Austri, mos kanë pasur në ndikim mbi akademit ku kanë studuar ta. Shiko, problemi... Thot Hitleri ke Mein Kampf, thot, kur erdhan në Vjenë, thot, pash që Vjena si ishte qytet gjerman, thot, ishte qytet slav, thot.